në këto qaste të bajramit, buzë shtyra e musliman. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet më të përzemërta i takojnë Allahut, Zotit të botëve, atij që na dhuroi jetën, besimin dhe mundësinë për të përjetuar edhe një herë begatinë e Kurban Bayramit. Sot jemi mbledhur për të festuar një nga ditët më të mëdha të Islamit, Kurban Bayramin, festën e sakrificës, e përkushtimit dhe aftësisë me Zotin. E falenderojmë Allahun për çdo begati që na ka dhuruar, për shëndetin, familjen, besimin dhe për paqen që na mbush zemrën. Të dashur të pranishëm, me këtë ndjenjë falenderimi e devotshmëria, ju ftojmë të bashkangjiteni në zemër të hapur në programin tonë festiv, kushtuar Kurban Bayramit. Qoftë ky program një pasqyrim i vlerave të larta të fesë sonë, dashurisë, mëshirës dhe sakrificës. Në fillim të çdo pune të mirë, është më e bukur fjala e Zotit. Ftojmë Anika Isma që të na recitojë disa ajete të zgjedhura nga Kurani familjar. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Allahu është përbleft për këto fjalë që prekin zemrën dhe na kujtojnë devotshmërinë që duhet të mbajmë çdo ditë, e sidomos në këtë festë të madhe. Pas fjalëve të Zotit, le të dëgjojmë një thënie të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ftojmë Aksa Gërguri me një hadith. I dërguari ynë, i dashuri Muhamedi alayhis salam ka thënë: ushqeni të uriturit dhe vizitoni të sëmurit. Falenderojmë Aksën. Fjala e ndjerë kur vjen nga zemra është poezi. Ftojmë nxënësin ton Kajan Rexhepi me një poezi të përgatitur për Kurban Bayramin. Erdhi Bayrami me aromë gëzimi, me buzëqeshje, me dashuri, na tërket zemra si një fëmijë, mjafton të ndojmë po që e mirësi, me duar të bordha, me shpirt të postër, japim kurban për hir të Allahut, me zemër folime si përqafojmë, Bayramin e bekuar të gjithë festojmë. Allahu të shpërbleft, me zemër të mbushur me ndenja, e falenderojmë për recitimin e bukur siç që sapo dëgjuam. Dhe tani është koha për të ndjerë me shpirt, përmes melodisë. Ftojmë korin me një ilahi të bukur që do të na përkujtoj dashurinë për këtë festë. Në këto qaste të Bayramit, buzë shtyra e muslimanit. Sot ka gzim bota islame,
Kënon kurane threte zane. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë bukrin bajrame. Gjithë natyra në formë vete, madron Zotin e vërtete. Ndriqon hëna shkëlqen djeli, feston toka, feston qielli. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë t'bukrin bajrame. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë t'bukrin bajrame. Gjdo shtëpi të muslimanit, shtrohet sofra e bajramit. Përshëndet vlau vëllane vete, uran bajrami për shumë vjete. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë t'bukrin bajrame. Gzohu, gzohu, o muslimane, sot festojmë t'bukrin bajrame. Zemra flet ndryshe kur gjën ilahit të tillë. Faleminderit shumë. Le ta ndriçojmë këtë moment në fjalët e Allahut. I japim fjalën nxënësve e Nur Kurteshi, Rejana Sopi, Meryem Ajvazi për leximin e disa sureve. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sa e bukur është fjala e Allahut, që lexohet me zemër. Falenderojmë nxënësit për recitimin e këtyre sureve. Festa nuk është vetëm ushqim e veshje të bukura. Ajo është mendim, reflektim dhe falenderim ndaj Allahut. Ftojmë nxënësit Rida Muziu, Haron Mehmeti, Kanita Muziu, Dilzena, Yusra Sadiku, Asja Ajvazi dhe Rumisa Sadiku me një mesazh të shkurtër që na bën të mendojmë për kuptimin e Bajramit. Bajrami jam të na kujtuar se zemra që fol është zemra e fortë. Kur e uroj Bajramin
është sikur jap një lule nga zemra. Kur ne ndajmë bukëve të tjera, Zoti na do më shumë. Një bukë me dashuri dhe më shumë se një fest me armë. Në Bajram falenderojmë Zotin dhe çdo njeri që kemi pranë. Mirësia është si fryt kur e thres për dikën, ndriçon edhe për ty. Dhuratat nuk janë vetëm gjëra, dashuria është dhurata më e madhe. Unë lutem që çdo familje botë ta ndjej Bajramin si një ngrohje si një dhuratë për ne. Falenderimet për të qarta për të gjithë ata që ndonë një fjallë nga të bukura, të mençura dhe të mira. Çdo mesazh që dëgjuam sot ishte një invitim i çmuar për rëndësinë e kësaj feste, Kurban Bayram. Tani kemi arritur në një moment mjaft të veçantë. Një moment që sjell emocione, gëzim dhe përqafim shpirtëror për të gjithë. Do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë një rahi të bukur nga nxënësit tanë, kur në të njëjtin kohë do të fillojmë edhe me shpërndarjen e dhuratave për fëmijët tanë të dashur. Si një shenjë dashurie, mirënjohje për përfshirjen e tyre. Shkove mos je e nenaxhe, maj magja bela. Bisu fenale, ata manet, e mbajnë haram. Sigur gocën dorë, as me majt, as me qu. Besën ta kem dhanë, se na jem vllaznit e tu. Besuam hiç pat pa, se je Resul Allah. Lutet kjo zemre ngrat, për ne me bo shefat. Besuam hiç pat pa, se je Resul Allah. Lutet kjo zemre ngrat, për ne me bo shefat. Vetëm për një qast isha me ty, e pasaj kisha vdek. Një grik me uj me ta ofru, etjen me ta hjek. Tje mushtari yt, e t'kisha mbroj, me trupin tem. Gjoshi gjej që gjujt, mu me ndrok, e mu t'ma vem. Besuam hiç pat pa, se je Resul Allah. Lutet kjo zemre ngrat, për ne me bo shefat. Besuam hiç pat pa, se je Resul Allah. Lutet kjo zemre ngrat, për ne me bo shefat. Sot drejtorisht në akademisë për të ndarë disa nga dhuratat. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të dashur fëmijë, mirë se keni ardhur në programin e Kurban Bayramit. Një herë ju falenderoj për kohën dhe për organizimin kaq të bukur. Sot për juve kemi edhe një surprizë. Kemi nga dy dhurata, të cilat janë përgatitje nga Akademia Nasiha, dhe kemi një sponsor që është Unique Blankets, e cila ka ndodhur nga një set çarçafësh për juve dhe nga një set shkollor për juve gjithmonë. Urime gjithë dhe Kurban Bayrami dhe zoshi gjithë. Në këto qaste të Bajramit, bushe shtyra e muslimanit. Sot ka gzim bota islame, kënon Kurane trete zane. Gzohu, gzohu, o muslima. Atëherë sot kemi pas organizimin e festës së Kurban Bayramit në këtë akademi. Realisht kemi funksionon Akademia Nasiha, e cila për program ka edukimin islam për fëmijët dhe të rriturit, po ashtu e kemi edhe Akademia Hifzit, e cila është program për të rritur dhe fëmijët. Ne çdo vit organizojmë organizime të tilla për fëmijët në mënyrë që t'ju bëjmë sa më të këndshëm
Bajramin. Sot edhe jo si që keni parë, kemi pas diku mbi 100 fëmijë që ka marrë pjesë. Këta fëmijë janë gjithë nxënës cilët e ndjekun kurset tek ne, nxënëse të kursit të hifzit dhe programit Nasiha. Të gjithë nxënësit janë nxënës që e ndjekun kursin tek këto akademi tek ne. Amina Margjune. Në mësojna shkronjat e Kur'anit, dua, historitë pejgamberve dhe Kur'an. Zan Krasniqi. Këtu na mësojna hifzin e Kur'anit, Kur'anin që e ka jap Allahu subhanahu wa taala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe që tash na duhet me mësu përmend, me mja ditë kuptimin edhe me punu me to. Edhe gjuza. 3 herë në javë vi në kurs. Unë jam Shoaib Gashi, ku marrë tek hifzi kështu vitin e kalun. Këtu hifzi më shkon elhamdulillah tepër mirë, masi më ne fjalë të mësu fjalën e Allahut, të e kuptu. Unë me hifz jam gati jam të krygjuzinamë. Përshëndetje, jam Nida Dushullovse. Unë programin Nasiha në mësojmë perfekt, hadithe, mësojmë suret ndryshme, mësojnë akide, po ashtu vim 2 herë në javë, ka 1 orë.